Ish ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, ka kaluar zyrtarisht nga diplomacia në sektorin privat të energjisë. Vetëm pak ditë pas largimit nga Departamenti Amerikan I Shtetit, Kim është emëruar në një rol të lartë drejtues në ExxonMobil, një nga korporatat më të fuqishme të globit në fushën e naftës dhe gazit. Lidhja e Kim me ExxonMobil nuk është e rastësishme. Gjatë mandatit të saj në Shqipëri ajo ishte vetë pjesë e nënshkrimit të memorandumit mirëkuptimit mes kësaj kompanie dhe qeverisë shqiptare për operimin e 2 termocentraleve lundruese në Vlorë. Projekte që nuk kanë funksionuar asnjëherë dhe vazhdojnë të qëndrojnë të ankoruar në port jashtë funksionit. Në atë kohë Kim deklaronte me entuziazëm, është një nder të jem pjesë e nënshkrimit. Kemi punuar së bashku për më shumë se 1 vit tani. Memorandumi është inovativ. Sot ajo e quan këtë kapitull 3, por pa përmendur ndonjë konflikt interesi mes misionit diplomatik dhe përfitimit të tanishëm profesional. Emrimi I saj është bërë publik nga vetë Kim përmes një postimi në platformën X. As ambasada amerikane në Tiranë dhe as qeveria shqiptare nuk kanë komentuar ende mbi këtë zhvillim, që ngre pikpyetje serioze mbi etikën e marrëdhënieve të interesit mes diplomacisë dhe lobimit korporativ. Sot e njëjta diplomate që dikur garantonte suksesin e marrëveshjes ulet në krye të kompanisë përfituese të këtij partneriteti strategjik. Ky zhvillim hedh hije të forta mbi etikën e kalimit nga një funksion publik në një pozicion privat, direkt të lidhur me projektet që vetë ka promovuar. A kemi të bëjmë me një konflikt pastër interesi? Kur një ambasadore promovon një marrëveshje energjetike me kompania amerikane gjatë mandatit të saj dhe më pas pa kaluar asnjë distancë kohore, merr pozicion drejtues në të njëjtën kompani, pyetja nuk është më teorike, por konkrete.